Aleati Berishës letër Silvinjos kam formulën për të mundur Serbin, e di që s'më besoni, por ish deputeti Selami Jenisheri i ka drejtuar një letër trajnerit të kombëtare Silvinjo. Ai shprehet se ka formulën për të mundur Serbin në ndeshjen që do zhvillohet në 7 qershor, ora 20:45. Me bindje të madhe ai drejtohet Silvinjos se me skemën e tij ai do të shikojë vetë për 3-4 ditë që futbollistët do ta fitojnë atë shprehi për ta ekzekutuar në lojë. Kombëtari është në prag të sfidës së raundit të tretë kualifikues për botrorin. Letra e Selami Jenisherit. Nderuar zoti Silvinjo Mendes Campos. Unë jam Selami Jenisheri, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, të Nëntë Republikës së Shqipërisë dhe trajner futbollish, këshilltar i trajnerit të ekipit kombëtar të Shqipërisë. Nga që kisha nxjerr një lloj stërvitje për me aftësu futbollin teknikisht, e që me porosi të FSHF-s u eksperimentua dhe doli që ishte në nivel shumë më të lartë se ajo që publikonte FIFA dhe që e dini juve. Meqense ndeshja me Serbin është e një rëndësie dhe politike, e një rëndësie të veçantë dhe futbollistët shqiptarë që ju keni në dispozicion nuk kanë si ta din, por ju lutem të më jepni mundësinë të ju vë në dispozicion futbollistëve, sidomos sulmues, por jo vetëm, që të bëj që 100% ndeshjen ta fitojmë me Serbin. E kuptoj vështirësinë tuaj që ta besoni, por është një vërtet e madhe që do ta shohësh vetë për 3-4 ditë futbollistët e fitojnë atë shprehi për të ekzekutuar në lojë. Me shpresë se keni dëshirën tuaj të padiskutueshme për ta fituar ndeshjen Shqipëri-Serbi, do të plotësoni kërkesën time që futbollistët të njihen me këtë progres, e ndeshja sigurisht fitohet me rezultate të mira nga Shqipëria.